Përshëndetje miq të emisionit ton. Sot do të flasim për një temë shumë të rëndësishme. Çfarë janë parazitët, si hyjnë ato në organizmin ton, dëmet që ata shkaktojnë, këta vrasës të heshtur në organizmin e njeriut. Nëse do ta shikojmë me atë syrin e një mikrobiologu, do të vëmë re se ata nuk janë asgjë tjetër veç se një armik i heshtur që futet në organizmin e njeriut nëpërmjet gojës, depërton në stomak dhe mandej, kur futet në zorët e holla dhe në zorën e trash, ky fillon që të shumohet, të coptohet, të prodhoj vezë dhe mandej të arrijë derisa të futet në enët e qarkullimit të gjakut e duke u përhapur nëpërmjet gjakut pothuajse në të gjitha organet e trupit ton. Pra, pushtues dhe përhapës në një periudhë kohe shumë të shkurtër. Dhe mbas kësaj do të vëmë re disa shenja, disa çrregullime që njerëzit duhet t'i kushtojnë shumë rëndësi që në momentet e para të diagnostifikimit të tyre. Për shembull, mund të ndodhi që të kemi një kruarje të shpeshtë të hundës. Mund të ndodhi që të kemi një kruarje të shpeshtë të trupit, sidomos natën. Mund të na ndodhi që këto mikroorganizma që jetojnë brenda në trupin ton, atëherë fillojnë që të japin problematika të tjera. Pra, krahas me vendosjen e tyre në organizëm, ata nuk është se na japin, nuk është se organizmi përfiton diçka nga prania e këtyre parazitëve, por veç ata krijojnë vetëm pasoja negative në organizmin ton. Të parat janë këto kruarjet e hundës që unë i përmenda, to trashja ndoshta edhe e lëkurës, dhe mandej kemi një kruarje të trupit, sidomos natën. Kjo ka lidhje me atë sepse jashtëqitjet e tyre, trupi i nxjerr në pikat më të afërta të tyre, që do të thotë këto mbetje proteinike kur dalin në sipërfaqen e lëkurës së njeriut, gjithmonë krijojnë irritime të saj. Shenja të tjera ose simptoma të tjera, mbas përkeqësimit të situatës, ato do të na vinë në drejtim të çrregullimit të sistemit të tretjes dhe të jashtëqitjes, do të na shoqërohen me një kruarje në pjesën e anusit, do të na shoqërohen me një ndoshta ose një oreks të shtuar, ose një anoreksi, por në të dyja rastet individët nuk kanë më tendencë që të shtojnë ato, të mbajnë peshën konstante të trupit ose të shtojnë peshë, por këta fillojnë një rënje graduale të peshës trupore dhe njëkohësisht këta fillojnë që të kenë çrregullime të tjera. Për shembull, ju del gjumi natën, kanë gërhitje, kanë disa verruka në pjesën e qafës, ose fillojnë pllakëzat me njolla kafe deri në të zezë në sipërfaqen e lëkurës. Që të gjitha këto simptoma, individi duhet t'i vlerësoj dhe të marrë masat paraprake, që do të thotë, nëse ky ka diare 3-4 ditë dhe nuk gjen rehatiqet si në trupin e tij, duhet të bëjë një ekzaminim mjekësor. Nëse ka kruarje të trupit që hera herës ato ngrihen si pulla, si vatra, që skuqen dhe sidomos kjo pa rehatiesh natën, përsëri personi duhet t'i drejtohet një vizite mjekësore. Nëse ka kruarje të shpeshta në anus, pasi ato flagyle që ata lëvizin, si tentakula të vogla, ata tentojnë që kur trupi i nxjerr jashtë të kapen në pjesën fundore të anusit dhe ta irritojnë atë. Kështu që ata japin një kruarje. Por, nga njëherë, në pjesën fundore të anusit, ata mundet që të krijojnë një skuqe në formën e një vatre unazore rreth anusit dhe nga njëherë kjo mund të jetë e shoqëruar edhe me fryrje. Që të gjitha këto simptoma na flasin se organizmi duhet të jetë kontaminuar. Dhe veç kësaj duhet kemi parasysh edhe një gjë. Nëse një fëmijë ose një rritur i sjell këto parazit në shtëpi, kryesisht lambje intestinale, atëherë duhet kemi parasysh që dashur pa dashur mund të jenë infektuar edhe pjesëtarët e tjerë të familjes. Pas vizitave mjekësore, që e para duhet të jetë feqe parazit, duhet kemi parasysh këtë gjë.
Individi mund të ketë gërhitje natën, mund të ketë kruarje hundësh, mund të ketë kruarje në anus, çrregullime, gazra në zorë, gazra me erë të keqe, rënje në peshë, shkon për shembull dhe bën një ekzaminim, feçe parazit, dhe ai ndoshta mund t'i dali negative. Nuk mund të themi se ky person nuk ka parazit. Ka plot peshkatar që shkojnë në det, hedhin grepat, nuk kapin peshk. S'mund të themi që deti është pa peshk. Nuk kemi kapur në momentin që në këtë jashtëqitje nuk kemi kapur as lambje dhe as vezë. Le të rikujtojmë edhe një fakt tjetër. Ka plot njerëz që pasi bëjnë ndonjë kolonoskopi, ata thonë, shiko, mua nuk më kapi asgjë mjeku, e pa për shembull me kamerë dhe ai nuk më tha që ka lambje. Po zotëri themi, për masat e lambjeve afërsisht janë 15 deri në 20 mikrometër në gjatësi dhe 10 deri në 15 mikrometër në gjerësi. Ka formën e një dardhe dhe si do t'i kuptojmë këto për masa? Si kur unë të marë për shembull një lambje, një kokriz sheqeri dhe një njeri dhe t'i zmadhoj të gjithë 100 herë. Atere, lambja mund të më shkoj gjatësia e saj 1.5 mm, 1 mm gjerësi. Kokriza e sheqerit do bëhet sa një mandarin, 4 deri në 5 cm, kurse njeriu shkon afërsisht 170 metra i lartë. Pra, shikoje sa e vogël është për masa e një lambje. A mund ta kapi syri? Asnjëherë jo. Prandaj ne ju themi njerëzve, mjafton që juve të vetë diagnostikoni shenjat dhe pastaj t'i drejtoheni ekzaminimit mjekësor dhe mbas kësaj të merren masat për t'i luftuar këto. Në ekzaminimet mjekësore mund të bëhet edhe PCR-ja për shembull, po mund të bëhen edhe ato ekzaminimet që mund të mendoj mjeku, por në përgjithësi feçe parazit do të ishte më e duhura në këtë rast dhe trajtimi ose para përgatitja për analizë do të ishte shumë mirë në këtë mënyrë. Personi të marri çdo mëngjes për 7-8 ditë nga pak feçe me atë lopatën të asaj gotës kimike, çdo ditë të javës. E hedhim në formalin dhe e çojmë në laborator për ekzaminim. Pra, duke marrë në mënyrë të vazhdueshme për 6-7 ditë rresht ose edhe për 8, nga pak, duke ruajtur në formalin, kemi mundësi që t'i krijojmë atij laborantit një terren që ai të kërkojë të gjej diçka gjurmë të parazitëve, pra vezë ose parazit të gjallë. Së dyti, mirë është që ta mësojmë atë laborantin të kërkojmë ose të hetojmë në këtë mënyrë. Mbasi e kemi vendosur në atë lamën këtë materialin, të ndezim dhe të fikim disa herë, 5-6 herë dritën e mikroskopit dhe mandej të shohim në fushën e mikroskopit me dritën fikur do të vëmë re një gjë mjaft interesante. Vezët e lambjes fillojnë në fushën e mikroskopit të vezullinë si ato xixëllonjat natën, ose tamam si yjet. Këto janë vezët cilat ne po i ngarkonim pozitivisht me këtë dritën që e fikëm dhe e ndezëm disa herë radhas.